هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falënderoj prej tij falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Nëse ndonjëri prej nesh pyetet se pse po ndodhin problemet në shoqërinë tonë, pse kemi shumë sëmundje shoqërore në mesin tonë, e shohmi se fëmia nuk e respekton prindin, prindi nuk e respekton fëmin, apo gruaja nuk e respekton burrin, dhe burri nuk e respekton gruan e vet, e rre, e torturon, e mundon, edhe për shkak asaj se ka ndodhur shumë hadithe dhe shumë ajete për sa I përket sjelljeve mes tyre, dhe po ashtu e shohmi se kemi vjedhje, kemi krime, kemi rishfet, kemi kamat, dhe shumë dukuri tjera negative të cilat bien ndesh me parimet fetare. Atëherë dije se problemi qëndron në prishjen e zemrës së individit apo në prishjen e zemrës së shoqërisë ku jetojmë. Kjo do thotë që ata njerëzit të cilët I bëjnë këto vepra kanë probleme me zemrat e tyre. Dhe zemrat e tyre janë të sëmura. Kemi zemrat të cilat janë të shëndosha, mirë po kemi zemrat të cilat janë të sëmura dhe sëmundjet e zemrës janë padyshim shumë të rrezikshme, sepse reflektojnë edhe në gjymtyrët tona. Pejgamberi Allahut Azza wa Jall në hadithin e njohur e cek dhe thot se në trupin e njeriut ekziston një organ, I cili nëse prishet, ai do të prishet I tërë trupi. Nëse përmirësohet, ai do të përmirësohet I tërë trupi, dhe thot pejgamberi I Allahut se ai organ është zemra e njeriut. Do thot që nëse zemra prishet prej brenda, atëherë ajo do të reflekton edhe në gjymtyrët e njeriut. Nëse ai përmirësohet nga brenda, atëherë do të reflekton, do thot mirësi, dhe do të reflekton, do thot përmirësim. Përndryshe, nëse ato zemra mbeten ashtu dhe nuk përmirësohen dhe ne nuk e kuptojmë realitetin e zemrës që kemi brenda shpirtit ton, atëherë kjo do thotë që ne do të vazhdojmë ashtu. Madje ne ka mundësi që të pretendojmë se jemi shumë të mirë, mirë po brendësia jon do të na tradhton. E kur brendësia e kundërshton të jashtëmën ton, atëherë kjo do thotë që ne kemi problem seriozisht. Vendi ku shikon Allahu tek robi I tij, nuk është trupi I tij, është zemra e tij. Dhe pejgamberi Allahu Azza wa Jall thotë se inna Allaha la yandur ila ajsamikum wa suwarikum, walakin yandur ila qulubikum. Allahu nuk I shikon truprat e juaj dhe nuk e shikon pamjen e juaj fizike të jashtme, po Allahu e shikon do thot brendsinë tënde, e shikon zemrën tënde. E kur e diti se Allahu ta shikon brendsinë tënde dhe e shikon zemrën tënde, atëherë padyshim se ti duhesh me ndjenjë një lloj frike në zemrën tënde, sepse Allahu shikon brenda zemrës tënde. Nëse ke mundësi mi mashtru gjithë, Allahu nuk ka mundësi për me mashtruar. Nëse ke mundësi për me tratu gjithë, Allahu nuk ka mundësi për me tratu, sepse Allahu shikon brenda zemrës tënde dhe Allahu e di shumë mirë se ti çfarë posedon në zemrën tënde. Këtë gjë kuptuan mirë partan dhe përkujdeseshin në vazhdimsi që zemrën e tyre ta pastrojnë nga mëkatet, nga sëmundjet që mund ta prekin atë zemër. Dhe një prej haditheve kësnuse që e solli pejgamberi Allahu dhe u tregoi shokëve të vet, është hadithi ku I thot pejgamberi Allahu se do të vijë një periudhë, një çast, një moment kur popujt juve do që sulmojnë aq ashpër, sikurse do thot shkojnë kafshët tek ushqimi I vet dhe vërsulin ashtu. Dhe I thanë sahabët ja Rasulullah, po ne do kemi shumë pak atë ditë. Tha pejgamberi Allahu, jo, ju nuk jeni shumë pak, ju jeni shumë, mirë po jeni pa vlerë, sikurse shkuma e detit. Dhe thot pejgamberi Allahu në vazhdimin e hadithit thot se Allahu do ta largoj frikën nga zemra e armikut ndaj jush. Do thotë që armiku nuk do të gjen frikë ndaj jush. Dhe po ashtu thot tek ju thot do të hedhë el-wahn, dobësim. I thanë ja Rasulullah, çfarë do thotë kjo dobësim? Pejgamberi Allahu tha se el-wahn do thotë dashuria ndaj dunjos dhe urrëqja e vdekjes. Pra kur besimtarët e duan dunjon dhe urrejnë vdekjen, kjo aludon do thotë që zemrat e tyre do të sëmuren. E kur zemrat e tyre sëmuren, atëherë shumë lehtë edhe armiku do të ketë që të bisundon mbi ne dhe të na sulmon dhe të tallet me ne dhe të luan me ne, edhe pse numri jon ndoshta është shumë, mirë po është pa vlerë.
si shkuma e detit. Ka pas raste, ka pas periudha kur kemi qenë pak. Mirë po, kemi pas fuqi. Por pyetja nuk është numri, pyetja është kualiteti. Ne jemi nevojtar për kualitet, jo për kuantitet. Andaj, mos na gëzojnë e fakti se jemi shumë nëse jemi të pavlerë. Nëse jemi pak dhe kemi vlerë, dhe kemi fuqi, dhe jemi unik, atëherë me lenë Allahut do të kemi sukses dhe do të kormi do të thotë sukses në gjitha sferat e jetës sonë. Pra zemra qenë ka baza. Zemra qenë ka do të thotë ajo ku çdo gjë fillon prej aty. Kurse gjymtyrët e njerit do të thotë janë vetëm se degët e asaj zemre. Andaj mbetet e jona që ne të përkujdesemi për përmirësimin e saj. Dhe përmirësimi i zemrës ka peshë dhe ka vlerë, sepse me të do lidhen shumë gjëra, do lidhet sjellja jote, do lidhet besimi yt, do lidhet përmirësimi i veprave tua, do lidhet morali yt, do lidhen shumë gjëra. Ti kote ke nëse pretendon se e bën dhe fol dhe flet dhe gjitha i bën, mirë po zemra jote tradhton, sepse zemrën e ke të sëmurë. Ti ka mundësi atë ta mbulosh dhe ti japësh një lloj kozmetike gjuhës tënde, kinse do të thotë je ashtu, mirë po një ditë për ditëve ai do të tradhton. Patjetër, zemra është generali kurse gjymtyrët janë ushtarë. E nëse përkujdesesh për ta pastruar zemrën tënde, atëherë me lenë Allahut do të ndodhin edhe ndryshime në jetën tënde. Shumica e problemeve sot që ndodhin dhe mosmarrveshjeve ose do thotë gjërave të cilat bien ndesh me veprat dhe thënjet e tona, padyshim se ndodhin për shkak kundërshtimit të brendësisë që i bën të jashtmes ose kundërshtimit të jashtmes që i bën brendësisë tonë. Andaj thonte edhe Sufjan ibn Uyeyna rahimullah, thonte nëse përputhet brendësia e jote me të jashtmen tënde, atëherë kjo është drejtësi. Nëse thonte brendësia jote është më e mirë se sa e jashtme e jote, kjo thonte është mirësi. Nëse brendësia e jote ose nëse e jashtmja e jote është më e mirë se sa brendësia jote, kjo është padrejtësi. Do thotë nëse ti për jashtë je i mirë shumë, kurse brendësia jote është e kalbur, është e sëmur, kjo do thotë që ti je duke bërë padrejtësi. E nëse ata dy përputhen njëra me tjetrën, kjo do thotë që është drejtësi. A nëse brendësia jote është më e mirë se sa e jashtmja jote, kjo do thotë që është mirësi. Andaj, një njeri i cili e posedon zemrën e mirë, padyshim se do të nuhatet prej tij era e mirë. Pavarësisht se do të thotë a lyhet me parfum apo jo. Nëse fare nuk lyhet me parfum, edhe nëse ka qenë në punë dhe punon dhe era gjers, mirë po brendësia e tij është e mirë. Nga shpirti i tij do të dalë era e parfumit të zemrës së mirë së tij. Nëse një mëkatar, një gjunaqar, një i padrejt me zemër të sëmur, lyhet me parfumet më të bukura, mirë po kur i afrohesh afër, ke për me nuhat erën e mëkateve të tij. A ka prej atyre të cilët ndoshta janë të sëmur, edhe hundët e tyre nuk nuhatin asnjë erë. Kjo është edhe rrezik tjetër, sepse i afrohen gjithë edhe i mirë edhe i keq që nuk ka mundësi që ta nuhat erën asnjërit. Madje ka mundësi që ta largon prej vetes së tij të thotë edhe atë të mirën. Andaj, unë e ceka se besimtari duhet të përkujdeset ta përmirëson zemrën e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe duhet të vetëdijsohesh se zemra duhet të përmirësohet. Patjetër, s'ka mundësi që ti të jesh perfekt, s'ka mundësi që ti të jesh më i miri, s'ka mundësi që ti të jesh pa gabime, pa tmeta, asesi. Ne gjithë kemi gabime, gjithë kemi tmeta. Mirë pa është problemi se duhet patjetër që ti fillimisht të zbulojsh ato. Ato nuk mund që të zbulohen nëse ti nuk kujdesesh për to. Ato nuk mund që të zbulohen nëse ti nuk e merr një shembull më të mirë se sa ti. Ato nuk mund që të zbulohen nëse ti nuk dalesh dhe nuk e mediton gjendjen tënde. Nuk ulesh, nuk mediton dhe i shikon gabimet e tua dhe i numëron. Nuk ka mundësi. Nëse ti mendon se ashtu është jeta dhe vetëm se përpara të hesish, një ditë ajo zemër do të tradhton, do të humbesh, do të shkrihesh. Ke për me pa vetën pastaj duke rënë mëkatin gjunahe. Të cilë nuk i ke paramendu ndonjëherë se do të biesh. Do që edhe ato i ke luftu, mirë po ma vonë kur vjen koha, biesh ti vetë në to. E atëherë shef se defekti ka fillu që të ekziston në zemrën tënde. Andaj, të parë tanë, po edhe kjo dhe neve në mbetet do thot prej gjërave fillestare, që të përkujdesin për zemrat e tyre ishte fshehja e veprave të tyre. Do thot që ata veprat e tyre i fshehnin dhe nuk dëshironi që qertë që ti din ato. Thot Omeri radiollahu për Ebu Bekrin radiollahu thonte, o Zot, dituria ime për te është se brendësia e ti është shumë më e mirë se sa jashtmja e ti. Dhe o Zot, unë nuk di se ekziston më i mirë se Ebu Bekrin mesin tonë. Kjo është lavdata e Omerit për Ebu Bekrin. Kurse thonte Ahmed ibn Hanbeli rahimullah për Abdullah ibn Mubarekin, thonte se Allah nuk e ngriti Abdullah ibn Mubarekin vetëm se ai i fshihte veprat e tij. Madje ka ardhur për Ibn Sulejman el-Marwazi, thonte se ishin me Ibn Mubarekin me një
ultim do thot për betej, than mesin edhe shkuan tha në tokat e romakëve dhe tha na dul përpara tha armiku. Dhe pasi që u rreshtuan tha dy rreshtat edhe muslimant edhe armiku tha jon, tha doli tha nga një prej armiqve dhe kërkonte prej nesh dy luftim. Dhe doli tha një njeri, dhe i cili kishte pas fytyrën e tij. Dhe doli tha luftoi derisa e vrau. Tha doli tha një tjetër tha prap tha doli tha joni tha në mesin ton dhe e vrau tha atë. Musliman tha ju afrohen afër ta shikojnë se kush është ai. Tha nuk ishte mundësi që ta njohim. Tha derisa shkova tha edhe ja largova tha pak atë shamin nga fytyra e tij tha e pa se ishte Abdullah ibn Mubareki. Dhe pasi që e bëra një gjë të tillë dhe u tha o Ebu Omer, tha po ti tha apo na turpron, tha ti neve tha na turprove. Do thot qëllimi i tij ishte që ta fshehë veprën e tij. Kjo ishte nga modestia e Abdullah ibn Mubarekit. Përndryshe, Abdullah ibn Mubareki ka qenë i biri i Mubarekut, një njeri i cili ka punuar me një kopsht. Dhe cekët për historinë e tij se nga historia e tij ka qenë, do thotë që punonte me një kopsht të një tregtar dhe një ditë për ditëve pronari i kopshtit i sjell disa musafir. Dhe kur vin tek ai kërkon prej tij që t'i sjellë frutet më të mira që ishin në kopsht. Dhe pasi që i sjell, filloi që të hajnë dhe i thot pronari i thot se ti nuk i ke sjell kopshtet frutat e mira. Thot gjitha thot qenka thot tharta nuk qenkan tamla. I thot ja nuk i provove thot o padron, thot unë thot prej atë ditë kur kam hyrë në punë te ti, deri tash nuk e kam prek asnjë frit. Se kam provu asnjë. Ka punu me muaj, me vite aty. Mirë po asnjë frut nuk e kam marr pa lejen e padronit të tij. Dhe kur e dëgjon ai këto fjalë atëherë thot eja thot me mua dhe e merr dhe ja jap vajzën e tij. E si bereqeti martesës së tyre do të lindë një bir i cili do të martohet me emrin Abdullah, pra Abdullah ibn Mubareku, i cili ka qenë njëri dietar, asket dhe njëri do thot me zemër mirë, që njëri do thot deri sot historia. Po ashtu do thot cekët për Ali ibn Husain. Ali ibn Husain është tërnipi i Alis radhiyallahu anhu, ose nipi i Alis radhiyallahu anhu. Cekët për ta do thot se natën dilte në Medinë dhe merrte me vete buk. Dhe e merrte një thes të madh se kishte nevojtar, kishte dveja, kishte të mirë, fëmijë jetima, e merrte natën dhe shkonte te çdo shtëpi ku kishte të varfër, dhe ku kishte jetima, dhe ku kishte të veja pa punë. Shkonte do thot u alente bukën aty. Askush nuk e dinte në Medinë se kush është. Dilnin e hapnin derin e menin ushimin, deri kur? Një periudhë gjatë. Deri pasi që vdiq Ali ibn Husain. Kur vdiq Ali ibn Husain, atëherë filluan që ta kërkojnë ushqimin. Mirë po nuk ishte prezent në Medinë. Dhe prandaj e cekin dhe thot e një ndërto Omer ibn Thabit thot se kur vdiq, kur ndroi jetë Ali ibn Husain, tha e pam tha në trupin e tij kur ja lajtën xhenazën, tha e pam se ai person kishte pas mbajtur me vete thaz. Dhe nga mbajtja e madhe dhe vazhdueshme e thazve kishte pas lënë gjymtyr në shpindën e tij. Do thot që kjo nuk ka ndodhur për një ditë dhe thasi i tij ka qenë i rënd. Dhe kjo ka ndodhur në vazhdimsi. E kush për neve sot del ndonjëri dhe natën del dhe ndokujt i ndihmon diçka, ne edhe nëse bëjmë diçka, patjetër kemi për me nxjerr rrjete sociale. Patjetër kemi për me nxjerr në për shoqërinë ku jetojmë. Ne e bëm dhe ne e bëm dhe ne e bëm dhe kështu. E ku do të mbetet ndonjëherë sinqeriteti jot? Ku do të mbetet? A nuk rrezikohet sinqeriteti? Padyshim se rrezikohet. Ne shpesh ndodhet që pretendojmë se kjo është mami, ndoshta qerti nxitshmi, nganjëherë ndoshta po. Mirë po, problemi është me sinqeritetin tonë se shpesh po ndryshojnë gjërat dhe zemrat po rrotullohen dhe sinqeriteti po ndryshon. E atëherë më vonë po na ndodhin problemet. Andaj ai njeriu i cili kërkon famë, ai njeriu i cili kërkon që të duket, Allah do ta largon nurin prej tij dhe do ta largon edhe famën e tij dhe emrin e tij. Kurse ai i cili e fsheh veprën e tij, për shkak asaj se ai pse e fsheh atë vepër, Allah ka për me ngrit do thot emrin e tij. Çekat për Selam ibn Ebi Mutia, tonte për Ejub, tonte se ngriteshte natën dhe e fshehte një gjë të tillë. Kur vinte mëngjesi agimi, ta fillonte që ta rrise zërin e tij, me qëllim që njerëzit mendojnë se atëra është ngrit dhe ka filluar do thotë që të falë namaz. Kurse për Al-Amesh thotë për Ibrahim an-Nakhai, thonte se kur lexonte prej Kur'anit, nëse hynte ndokush brenda tek ai, e merrte dhe e fshehte më njëherë dhe e vendonte do thotë atë thobin e tij ose atë petkun e tij dhe nuk që mos ta shohin të tjerë. Dhe thonte se nuk dëshiroj që ai të më shohë se unë po lexoj prej librit të Allahut Azza wa Jall. Kurse për Rabi, çeket se jeta e tij e tëra ishte fshehçi. Veprat e tij nuk i bënte hap të zgjasësi. E një prej rasteve çeket njëjtë do thotë se kur lexonte Kur'an nëse hynte ndokush do thotë e mbulonte mushafin e tij. Kurse thonte Muhammed ibn Wasi rahimullah, thonte se kam takuar njerëz i burra, të cilët kur kanë fletë edhe me gratë e tyre thotë ndoshta kanë fletë me një jastëk,
Mirë po thonte lotë gjurrëdhën nga syt e tyre. Gruaja e tij nuk e dinte fare se përrjedhin lot nga frika ndaj Allahut azza xhel. Apo ngritesh edhe natën faleshte dhe nuk e dinte askush. Kurse ne sot nëse falemi natën mëngjes në sabah, i themi shokit, ai e mi thot jam lop, pse thot tan natën kam bën namaz. Ai lo sot thot pak thot po se tan ditën thot kam agjëru. Kurse për Muhammed ibn Sirin rahimullah ceket se dëgjojeshte të qarit e tij gjatë natës, kurse të qeshurit e tij gjatë ditës, kurse thonte Imam Hasan al-Basri thonte se ka pas prej njerëzve që e kanë adhuru Allahu 20 vite rreshtazi natën, dhe fqinju i tij ka qenë afër, sepse shtëpitë kanë pas të ngjitura njëra me tjetrën. Thonte fqinji i tij nuk e ka ditë për fqinjin e vet, se është ngrit tan natën dhe ka fal namaz. S'ka pas mundsi. Vepra e tij do thot ka qenë në tërësi e fshehur, kurse thuhet për Omer ibn Kajs rahimullah se 20 vite agjeronte rreshtazi, askush nuk e dinte për agjerimin e tij. Kur dilte nga shtëpia e merrte bukën e tij, nisteshte për punë në rrugës e jepte sadaka. Kur mbrinte në treg ku punonte, njerëzit mendonin se kanë ngrënë bukë në shtëpi, kurse familja mendonte se kanë ngrënë bukë në treg, pastaj ktheheshte natën dhe hante do thot bukë me familjen e vet. Hante iftar. 20 vite askush nuk e dinte se ka qenë do thot agjërueshëm. Kurse Talha radhiyallahu anhu e cek thot se posh Omerin se shkonte natën, në tërë të natës, shkonte dhe hynte do thot me një shtëpi dhe dilte nga ajo. E unë tha kur u zgjova tha në mëngjes sa shkova në atë shtëpi. Dhe u futa tha brenda dhe kur e poshti njëri plak i cili ishte i verbër. Dhe i thash kush është ai personi i cili po vjen? Çfarë po bën tek ti? Thope o filan, tha personi tha i cili tha vjen tha natën, tha ai tha vjen tha me nevojat e mia. Tha më ndihmon ta në nevojat e mia tha dhe më i largon ta pa pastërtit tha e mia. E atëherë thash o Talha, Allahu tha pas nëna jote tha pas aty o Talha, thasha ti tha po i përcjell tha të metat e Omerit. Kjo nuk ishte e me qëllimi ishte i tij do thotë se Omeri shumë randa që të gabon, e sidomos në raste të tilla. Pra, sa më shumë që e fsheh veprën tënde, aq më tepër do thotë që ti do të rritet çështja jote, do të rritet bereqeti jot, do të rriten gjitha gjërat e tua. Andaj nëse dëshiron ta përmirësosh zemrën tënde dhe dëshiron që ta ndjesh atë zemrën tënde se ke zemër fillimisht, atëherë fillo do thotë që ti mbulosh veprat e tua. Kur i bën, bëri për Allah. Jo për qet, mos ti shohit të qet. Nëse fillon kështu me lenin Allah, do të fillon edhe përmirësimi i zemrës tënde. Elus Allah që na bën prej atyre, të cilët Allah i përmirëson zemrat e veta dhe elus Allah që Allah ato të na përmirëson dhe elus Allah që në to nur Allah të fut dhe elus Allah që ato të ringjall nëse zemrat e tona kanë vdek, me qëllim që ne ta dimë se si ta adhurojmë Zotin tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Një prej gjërave të tjera, prej veprave të tjera që ndihmon besimtarit ta përmirëson zemrën e tij, jashtë asaj do thotë që vepra e tij të fshihet, është të vetmuarit e tij me Allahun azza wa jall. Por besimtari duhet që ta gjejë një kohë që të vetmohet me Zotin e tij, të bën falje tek Zoti i tij, të adhuron Zotin e tij, ta falenderon Zotin e tij, të qan për mëkatet e tij, ta llogarit veten e tij, ti llogaritë mëkatet e tij, mos ti llogaritë do thot eurot edhe dinarat edhe dirhemat e tij shpesh, po më shpesh le ti llogaritë mëkatet e tij. Ta shoh prej mëngjesit kur asgju se sa mëkate i ka bë, sa gjunohe i ka bë, sa të mira i ka bë. Nëse vepron një gjë të tillë me lenin Allah ke për me bë, si do të përmirësohet zemra jote. Thonte Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimullah, thonte se patjetër për robën që ta ketë një kohë kur vetëmohet me veten e tij dhe me luqet e tij dhe me dhikrin e tij dhe namazin e tij dhe meditimin e tij dhe llogaritjen e vetes së tij. Kurse thonte Tawusi rahimullah, thonte sa qeli e mirë që është shtëpia për burrin, apo sa qeli e mirë që është për njeriu shtëpia e tij, sepse aty e ruan syrin e tij dhe e ndalon gjuhën e tij. Thonte pejgamberi Allahut, një prej atyre që do të futen në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit, thonte se është një njeri i cili vetmohet me Zotin e tij vet dhe pastaj i lotojnë syt e tij, Dhe ky njeri do të jetë në mesin atyre që do të futet ditën e Kiametit, pra në mesin atyre 7 grupeve që Allah i fut në një hije ku nuk ka hije tjetër përveç se hija e arshit të Allahut azza wa jall. Andaj do të thotë se nëse ti vetmosh me veten tënde dhe lotojnë syt e tu, kjo do të thotë që në zemrën tënde ekziston dashuri ndaj Zotit tënd dhe ti e madhëron Allahun azza wa jall. Mirë, po nëse ti vetmohesh me veten tënde dhe shkojnë mend do të thotë ka dunjoja dhe fare nuk mendon që të pendosh ose ta përmirësosh veten tënde, atëherë kjo do të thotë që ti
ke problem. Andaj kush e gjen kënaqësinë e imanit në mesin e njerëzve dhe nuk e gjen kënaqësinë e imanit kur vetmot me Zotin e tij, kjo do thotë se ai njeri është i somur. Kush e gjen ose kush nuk e gjen kënaqësinë në mesin e njerëzve dhe nuk e gjen kënaqësinë e imanit kur është vetëm, ai njeri do thotë që është i vdekur, edhe pse ai ndoshta është në mesin ton i gjallë. Do thotë që shpirti i tij ka vdek. Andaj sa më tepër që ti vetmohesh me veten tënde dhe sa më tepër që ti rikujton ato të metat e tua dhe rishikon veten tënde me lenë Allahut, do të përmirësohet zemra jote. Sa më tepër ti vazhdon ashtu, ke për me pas atëre do ta ndjesh se ke zemër dhe je i gjallë dhe atëre shumë lehtë do ta dallosh të mirën nga e keqja. Po ashtu vepër tjetër e cila ndihmon që ta përmirësosh zemrën tënde është vetëdia e mbikëqyrjes së Allahut. Do thotë ta kuptoj se Allahu shikon, dhe Allahu të mbikëqyrë datë në vazhdimsi. Thot Allahu Azza thot ja alemu ma tusirrune wa ma tu'linun, thot se ju Allahu e di shumë mirë se ju çfarë paraqitni haptazi dhe atë të cilën ju e fshehni. Dhe thonte Allahu wa huwa alimun bi dhati sudur. Allahu e di çfarë ka çdo kush në krahërorin e vet. Andaj unë e ceka dhe në fillim se nuk ka mundësi që ti do të ta mashtrosh dikë. Sidomos Allah, nëse i mashtron gjithë, Allah nuk ka mundësi ta mashtrosh. Sidomos nëse dëshiron për me shëru vetën dhe për me përmisu vetën, fillon nga ulja e shikimit. Start. Ulja e shikimit është problematik. Ka qenë gjithmonë, mirë po sot sidomos. Për një njeri i cili thot vetës musliman, ulja e shikimit ne dimi gjithë se ka peshë dhe ka vlerë, sepse mos ulja e shikimit është rrezik. E për me ul shikimin, nëse dëshiron për me shëru problemin e shikimit, atëherë dije një, si thonte njëri prej parëve tanë. Thonte nëse dëshiron për me shëru problemin e shikimit, thonte dije se shikimi Allahut është më i shpejt se sa shikimi jot ku shikon ti. Nëse dëshiron ti del një grua dhe dëshiron ta shikosh, dije se shikimi Allahut është më i shpejt se sa shikimi jot. Për sa i përket do thot aty ku sinon që ta shikosh. E kur e di një gjë të tillë dhe di se Allahu të mbikëqyrë, atëherë padyshim do thotë që ke për me ul do shikimin tënd dhe për me ul kokën tënde. Thonte një poet, thonte wa idha khalawta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Thonte nëse ti vetmohesh në shtëpi dhe vetmohesh do thotë në errësirë dhe shpirti të tharrat ka gjunohi, thonte fastahi min nadharillahi, thonte ki turp nga shikimi i Allahut, wa kullaha innal ladhi khalaqa adh-dhalama innal ladhi khalaqa adh-dhalamu yarani. Dhe thuaj se ai i cili e krijoi këtë natë, ai do thot mua po më shikon. Po ashtu do thot e vepër tjetër e cila ndihmon që të përmirësohet zemra jote është turpi nga Allahu. Kur ke turp, atëherë largohesh nga mëkati. Kur nuk ke turp, atëherë vepron çfarë të duash. Kur nuk ke turp, tradhton. Kur nuk ke turp, gënjen. Kur nuk ke turp, i prish marrveshjet. Kur nuk ke turp, atëherë edhe vjedh. Kur nuk ke turp, bën mëkat. Kur nuk ke turp, atëherë edhe përgojon. Kur nuk ke turp, bar fjalë. Kur nuk ke turp, ka mundësi do thot ti të bie sebeb që të përplasin musliman. Kur nuk ke turp, atëherë vepron gjitha. Turpi është problematik. Nëse ke turp, i ke gjitha. Nëse nuk ke turp, i ke gjitha. E turpi, nëse ekziston në zemrën tënde, atëherë dije do thot se me të do të përmirësohet me lenin Allahut edhe zemra jote. Po ashtu do thot pyetja ose mos harresa jote se ditën e kiametit do të llogaritesh për Allah. Do thot gjitha çka e posedon, nga begatit, nga shtëpit, nga pasurit, nga makinat, nga familja, nga gruaja, nga fëmijët, nga diplomat, nga gjitha që i ke, a ditë ke për me dhënë llogari para Allahut të zgjidhur. Sa më shumë që mediton këto gjëra, dije se me lenin Allahut, atëherë sa më tepër do të përmirësohet edhe zemra jote. Elus Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që kuptojnë validitetin e zemrës. Elus Allahun që zemrat e tona të përmirëson. Elus Allahun që ato të i vetëdijson. Elus Allahun që imanin të na shton. Elus Allahun që ato të na ruan, sepse atë kemi më të shtrenjtën tonë. Elus Allahun që Allahu në rrugë të drejtë të na udhëzon. Edhe elus Allahun që nga mëkatet të na ruan dhe të na mbron. Dhe elus Allahun që mëkatet e tona Allahu të i pastron. Dhe elus Allahun që çdo musliman të gjallë të vdekur Allahu të i mëshiron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.